Mirë mbrëma, sonte në debatin tëmë do të trajtoj fjalën VIP. Me ju bën një pyetje sot, e më falë se jam me grip. Ndoshta jam edhe idiot, që do thot kjo fjala VIP? Një fjalor kam marrë këtë ditë, po bëj gjoja si i di shumë, nga anglishtja, fjala VIP, person tepër i rëndësishëm. E përktheva fjalën letra, nga fjalori fort i vjetër, unë veç këtë kuptim i gjeta. A din kush në i kuptim tjetër? Për mu VIP-a, jo thojnë këtë. Biles, duke njës çuditshëm, personat njoftën TikTok janë persona shumë të rëndësishëm, sinqerisht ashtu ju duken. Jo, më duken pak çuditshëm. Njerëz që marrin pjesë në përputhen janë persona shumë të rëndësishëm. Që ta dini ju një gjë, në fjalorin nga anglishtja, nga përkthimi që kam bë, këto tipa nuk quhen VIP-a. Duhen mirë përkthy do fjalë. Në Big Brother VIP-a tanë mund t'i shuni dhe shkencatar, po ama shkencatar s'janë. Po na çmeni edhe këtë vit në ekrane me këto tipa, ferma VIP, Big Brother VIP, mor Shqipnia plot me VIP-a. Faleminderit për shëndetjen.